Horoskopi ditor e Mërkur 10 dhjetor 2025. Dashi. 10 dhjetori 2025 është një ditë kur Dashi mund të dëshirojë të mbështetet në aftësitë e tij të lindura të lidershipit. Prisni disa sfida në vendin e punës që do t'ju kërkojnë të merrni përsipër dhe të udhëzoni ekipin tuaj. Natyra juaj e zjarrt do të jetë aseti juaj më i madh, duke ju lejuar të motivoni dhe frymëzoni ata përreth jush. Megjithatë, keni kujdes që të mos lejoni që padurimi ose impulsiviteti të marrin frenat, pasi këto mund të çojnë në konflikte të panevojshme. Jeta juaj personale gjithashtu mund të kërkojë vëmendje, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet. Komunikimi i hapur dhe i ndershëm do të jetë çelësi për zgjidhjen e çdo keqkuptimi me të dashurit. Financiarisht, tani është një kohë e mirë për të vlerësuar zakonet tuaja të shpenzimeve dhe për të bërë plane për investime të ardhshme. Në përgjithësi, besoni intuitës suaj, por mos harroni të dëgjoni perspektivat e atyre që u besoni. Sonte, qetësohuni me një aktivitet qetësues që ju lejon të analizoni veten dhe të relaksoheni. Përqafoni energjinë qiellore përreth jush dhe do të lundroni në ngjarjet e ditës me hir dhe mençuri. Demi. Për Demin më 10 dhjetor 2025. Energjitë kozmike përputhen për të mbështetur dëshirën tuaj për stabilitet dhe rehati. Mund të gjeni veten të tërhequr nga aktivitete që përfshin përmirësimin e mjedisit tuaj shtëpiak ose rritjen e mirëqenies suaj personale. Në frontin profesional, është një ditë për të qëndruar me këmbë në tokë. Qasja juaj metodike do t'ju sjellë lëvdata nga kolegët dhe prorët njësoj. Megjithatë, shmangni të qeni tepër kokëfort dhe jini të hapur ndaj ideve të reja. Në çështjet e zemrës, ngrohtësia dhe mirëkuptimi nga të dashurit tuaj do t'ju forcojnë humorin. Është e rëndësishme të ktheni përpjekjet që ata tregojnë. Financiarisht, sot mund të sjellë një shans për kursim ose një mundësi fitimprurse. Merrni kohë për të vlerësuar me kujdes këto perspektiva. Ndërsa mbrëmja zbret, jepini përparësi kujdesit për veten. Një banjë relaksuese ose një libër i mirë mund të jetë qetësues. Lëreni qetësinë e këtij fokusi shtëpiak t'ju çojë në një natë të qetë, duke vendosur tonin për ditët në vijim. Përqafojeni sot me forcën dhe qetësinë tuaj karakteristike. Binjakët. Ndërsa hëna vallëzon në për sektorin tuaj më 10 dhjetor 2025, ka të ngjarë të ndjeni një rritje të kuriozitetit dhe shqetësimit. Kjo është një ditë e mbushur me mundësi për të mësuar dhe angazhim shoqëror. Përdorni zgjuarsinë dhe përshtatshmërinë tuaj natyrore për të komunikuar në mënyrë efektive dhe për të zgjeruar rrjetin tuaj, ndoshta përmes ngjarjeve ose lidhjeve online. Natyra juaj e dyfisht mund të çojë në konflikt të brendshëm sot, veçanërisht kur merrni vendime të vogla dhe të rëndësishme. Balanconi mendimet tuaja me praktikën për të shmangur ndjenjen e shpërndarjes. Në dashuri, sharmi juaj është në kulmin e tij, duke hapur dyer për të thelluar lidhjet ekzistuese ose për të ndezur flak të reja. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave përpara se të ndërmerrni ndonjë investim. Në mbrëmje, përpiquni të mbështesni mendimet tuaja me meditim ose shkrim ditari për të zgjidhur aktivitetin e shpejt mendor të ditës. Lejoni veten të relaksoheni dhe të rimbushni energji. Qëndroni të hapur ndaj energjive të gjalla të ditës dhe do të gjeni hapësirë të mjaftueshme për rritje dhe shkëmbime ndriçuese. Shfrytëzoni këto ndikime për një ditë produktive dhe pasuruese. Gaforria. Ndjeshmëria dhe empatia juaj janë superfuqitë tuaja. Sot, këto tipare do të jenë veçanërisht të dobishme në marrëdhëniet tuaja personale dhe profesionale. Në punë, kolegët mund t'ju drejtohen për një vesh që ju dëgjon ose udhëzim. Instinkti juaj i kujdesit mund të krijojë lidhje më të thella. Megjithatë, mbrojeni veten nga përthithja e tepërt e stresit të tjerëve. Financiarisht, është një ditë e favorshme për të rishikuar planin tuaj të kursimeve, duke u siguruar që ai të përputhet me qëllimet tuaja afatgjata. Reflektimi mbi këto mund të çojë në një të ardhme më të bollshme. Në frontin shtëpiak, merrni në konsideratë organizimin e një takimi të vogël, i cili mund të forcojë lidhjet familjare dhe t'ju sjellë gëzim. Keni kujdes me shëndetin tuaj. Një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta duhet të mbeten përparësi kryesore. Mbyllja e ditës suaj me një rutinë ngushëlluese, siç është një hobi ose muzikë e dashur, mund të ofrojë përfundimin e qetë që ju nevojitet. Besojini udhëzimit të hënës, duke lejuar që energjia e saj e butë t'ju transportojë në qetësi ndërsa dita mbyllet. Luani. Për Luanin, 10 dhjetori 2025 sjell një moment në qendër të vëmendjes, shansin tuaj për të demonstruar besim dhe karizëm. Kjo është një kohë ideale për të vënë në lëvizje çdo plan dhe për të marrë role udhëheqëse ku shkëlqeni.
Entuziazmi juaj do të frymëzojë të tjerët, duke e bërë bashkëpunimin në mjediset profesionale të pandërprerë. Megjithatë, zbutni impulset tuaja me durim për të parandaluar mbi ngarkesën e kolegëve tuaj. Në marrëdhënie, ngrohtësia juaj hap dyert për ndërveprime të përzemërta. Sigurimi që t'i kushtoni aq vëmendje sa prisni do të ruaj harmoninë në dinamikën tuaj personale. Financiarisht, energjitë e sotme mbështesin rritjen. Prandaj eksploroni rrugët që mund të rrisin rrjedhën e të ardhurave tuaja. Ndërsa e mbyllni ditën, merrni në konsiderat angazhimin në ndjekje krijuese. Ato do të ofrojnë një mundësi për vetëshprehje dhe relaksim. Lëreni ndikimin e fuqishëm të diellit t'ju mbajë të motivuar, duke ditur se cilësitë tuaja të lindura po udhëheqin rrugën. Përqafoni rolin tuaj qendror sot dhe përgatituni të përballeni me sfidat me qetësi mbretërore që vetëm ju mund të grumbulloni. Virgjëresha. 10 dhjetori 2025. Është një ditë ku syri juaj i kujdesshëm për detajet ju shërben jashtëzakonisht mirë. Aftësitë tuaja analitike do të jenë shumë të kërkuara, duke ju vënë potencialisht në krye të projekteve ose detyrave që kërkojnë precizion. Ndërsa tendenca juaj për të përpjekur për përsosmëri mund të çojë në rezultate mbreslëndëse. Mos harroni të menaxhoni pritjet dhe të shmangni të qeni tepër kritik ndaj vetes ose të tjerëve. Në dashuri, gjestet praktike flasin shumë. Prandaj përqendrohuni në mënyrat e vogla se si mund të tregoni dashuri. Ato do të vlerësohen plotësisht. Financiarisht, yjet sugjerojnë një periudhë të qëndrueshme, por është e mençur të vazhdoni të rishikoni strategjitë tuaja për sigurinë në të ardhmen. Mbajtja e rutinës suaj të mirëqenies është thelbësore sot. Një trup i shëndetshëm ndihmon një mendje të mprehtë. Këtë mbrëmje kërkoni ngushëllim në relaksim të organizuar, ndoshta përmes pastrimit ose organizimit të hapësirave, gjë që ju sjell paqe. Besoni në aftësitë tuaja dhe lejoni që energjitë e disiplinuara dhe të fokusuara të ditës t'ju udhëheqin për të arritur atë që keni vendosur të bëni. Peshorja. Tërhiqet nga rivendosja e ekuilibrit dhe harmonisë në të gjitha fushat. Marrëdhëniet janë në plan të parë sot, duke kërkuar një ndërmjetësim delikat midis pikpamjeve të ndryshme. Përdorni diplomacinë tuaj të lindur për të nxitur paqen dhe mirëkuptimin, dhe mos u nguroni të shprehni nevojat tuaja. Profesionalisht, puna në grup dhe përpjekjet bashkëpunuese do të japin rezultatet më të mira. Sigurohuni që të ruani ndjenjën tuaj të drejtësisë në negociata ose marrëveshje. Çështjet financiare kërkojnë ekuilibër. Rishikoni shpenzimet duke marrë në konsiderat investimet të zgjuara. Në romancë, zemërletësia do të sjellë gëzim. Planifikoni diçka të këndshme me një partner. Nga ana shëndetësore, balanconi aktivitetin fizik me relaksimin për të ruajtur mirëqenien tuaj. Ndërsa dita relaksohet, merrni në konsiderat të lini më një kohë për përpjekje krijuese ose reflektim paqësor. Lëreni Venusin, planetin tuaj sundues, t'ju udhëzoj për të ushqyer lidhjet dhe përvojat që rrisin paqen tuaj të brendshme. Pranoni sfidat e sotme me hir, duke e ditur se ato po ju mësojnë artin e harmonisë. Akrepi. 10 dhjetori 2025 është një ditë për vetanalizë dhe të menduar strategjik. Kanalizoni energjinë intensive që ndjeni duke u përqendruar në qëllime që kërkojnë interes dhe angazhim të thellë. Profesionalisht mund të keni mundësi të fshehura gati për të shfaqur. Besoni instinkteve tuaja për t'ju udhëhequr. Megjithatë, keni kujdes nga sekreti i tepërt ose posesiviteti, pasi këto mund të turbullojnë gjykimin. Në çështjet personale, ndershmëria nxit lidhje më të thella, veçanërisht në marrëdhëniet intime. Përqafoni cenueshmërinë në vend që të maskoni emocionet. Financiarisht, kjo ditë është një ogur i mirë për ndryshime transformuese. Shikoni investime ose strategji që premtojnë përfitime afatgjata. Në frontin e shëndetit, balancimi i fokusit mendor me ushtrimet fizike do të jetë thelbësor. Ndërsa bie mbrëmja, merruni me aktivitete që mundësojnë relaksim, të tilla si leximi ose angazhimi në hobi qetësuese. Besojini fuqisë së Plutonit sot dhe lejoni që energjitë transformuese përreth jush të inkurajojnë rritjen personale dhe qartësinë mes kompleksitetit. Parashikimi dhe qëndrueshmëria juaj do të jenë fenerët tuaj udhëzues. Shigjetari. Shpirti juaj aventuresk është ndezur. Energjitë kozmike të ditës ju shtyn drejt horizonteve të reja dhe mundësive të nxënit. Sot është ideale për të zgjeruar mendjen tuaj. Merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs ose zhytjen në tekste të reja filozofike ose shpirtërore. Profesionalisht, pikpamja juaj optimiste do të frymëzojë kolegët dhe do të nxjisë ide inovative. Shmangni impulsivitetin, merrni momente për të vlerësuar me kujdes opsionet.
Në dashuri, natyra juaj e sinqerti tërheq të tjerët tek ju. Por sigurohuni që të dëgjoni sa më shumë që flisni. Financiarisht, eksploroni sipërmarrje të reja, por praktikoni gjykimin për të shmangur shpenzimet e tepërta. Nga ana shëndetësore, një aktivitet në natyrë mund të rrisë vitalitetin tuaj dhe të përmbush dëshirën tuaj për liri. Lejoni vetes kohë të lirë në mbrëmje për të reflektuar mbi eksplorimet e ditës suaj, duke nxitur rritjen. Jupiteri, planeti juaj sundues, ofron potencial të gjerë, duke siguruar që me një vizion dhe entuziazëm, të mund të manifestoni mundësi të reja. Përqafoni mundësitë e jetës me një frymë aventure sot. Britsjapi. Më 10 dhjetor 2025. Përqendrohuni në qëndrueshmëri dhe praktik. Sot kërkohet planifikim strategjik dhe përkushtim ndaj qëllimeve, që ka të ngjarë të kërkojnë përgjegjësi më të madhe. Natyra juaj e disiplinuar do të jetë aleati juaj, duke ju lejuar të kapërceni çdo pengesë me qetësi dhe saktësi. Profesionalisht mund të lindin mundësi leadershipi. Është thelbësore të balanconi autoritetin me afrueshmërinë për të nxitur besimin dhe bashkëpunimin e ekipit. Në dashuri, tregoni vlerësim përmes veprimeve të besueshme, duke forcuar lidhjet me sinqeritet. Financiarisht, vlerësoni planet aktuale për përfitime afatgjata dhe shmangni sipërmarrjet e rrezikshme. Jepini përparësi mirëqenies duke mbajtur rutina të strukturuara që mbështesin shëndetin mendor dhe fizik. Ndërsa relaksoheni, kaloni kohë në aktivitete që sjellin paqe, ndoshta në natyrë ose me familjen e ngushtë. Lejoni që ndikimi stabilizues i Saturnit ju ankoroj, duke dhënë forcë me sfidave. Besoni në aftësitë tuaja të lindura për të bërë hapa të qëndrueshëm drejt objektivave tuaja, duke e ditur se themeli juaj i fortë është ndërtuar për sukses. Ujori. 10 dhjetori 2025 sjell një ditë për të përqafuar perspektiva unike dhe ide shpikse. Energjia kozmike ju arrin përmes inovacionit, duke ju nxitur të eksploroni shtigje jo konvencionale në punë dhe projekte personale. Profesionalisht, bashkëpunoni me individ me të njëjtat mendje që e vlerësojnë dhe kontribuojnë në qasjen tuaj krijuese. Kini kujdes që ta komunikoni qartë vizionin tuaj për të shmangur keqkuptimet. Në marrëdhënie, fryma juaj e pavarur shkëlqen, duke joshur lidhje të reja ose duke ftuar dinamika të freskëta me partnerët aktual. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet ose sipërmarrjet teknologjike, por qëndroni të kujdesshëm ndaj rreziqeve spekulative. Për shëndetin, zgjeroni qasjen tuaj me aktivitete mirëqenjeje që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin. Ndërsa dita mbaron, kënaquni me ndjekje që sjellin stimulim intelektual ose angazhohuni në aktivitete komunitare që pasqyrojnë idealet humanitare. Lëreni uranin t'ju frymëzojë të lundroni në përndryshim me një zemër vizionare, ndërsa përqafoni transformimin dhe rritjen me guxim dhe origjinalitet. Hapja juaj ndaj mundësive është forca juaj më e madhe. Peshqit. 10 dhjetor 2025, udhëhiqen nga intuita dhe kreativiteti juaj i lartë, të endura në pëlhurën e ditës. Mund ta gjeni veten të sinkronizuar emocionalisht me ata përreth jush, duke mundësuar lidhje dhe mirëkuptim të thellë. Profesionalisht, kjo empati mund të jetë thelbësore në bashkëpunim ose zgjidhjen e konflikteve. Lejoni që idetë tuaja imagjinative të dalin në pa, veçanërisht në projekte që kanë nevojë për inovacion. Në marrëdhënie, butësia dhe dëmshuria juaj mund t'ju afrojnë me të tjerë të rëndësishëm, duke ushqyer lidhjet e respektit dhe dashurisë. Financiarisht, sharoni qëllimet para se të merrni angazhime dhe merrni në konsiderat dhënien bamirëse, e cila përputhet me natyrën tuaj bamirëse. Ruani mirëqenien tuaj përmes aktiviteteve që ju mbështesin. Meditimi ose ushtrimet me bazë ujë ofrojnë për të rritje. Ndërsa bie nata, tërhiquni në anën tuaj artistike, ndoshta përmes muzikës ose artit për t'u çlodhur. Besojini ndikimit të Neptunit për t'ju udhëhequr drejt përmbushjes së ëndrave tuaja, pasi bota juaj e brendshme mban depërtimin e nevojshëm për të lundruar në rrymat e sotme. Përqafoni dhuratat tuaja vizionare me një zemër të hapur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.